Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në një përgjigje ekskluzive për median kosovare, i pyetur rreth njohjes së pavarësisë Kosovës nga Kenia, si dhe për veprimet kundërshtuese të Serbisë, ka thënë se Washingtoni zyrtar prej kohësh e ka përkrahur rrugën e Republikës Kosovës për të bërë një vend sovran, demokratik, multietnik dhe i begat. Deri më 26 mars 2025, Izraeli kishte qenë vendi i fundit që kishte njohur pavarësinë e Republikës Kosovës në një hark kohor prej 5 vitesh. Një prej njohjeve më të rëndësishme për Kosovën, që mbante vulën e presidentit të SBA-s Donald Trump, ai që doli si rezultat i marrëveshjes së Washingtonit i arritur në vitin 2020, u pasua nga njohja e Republikës së Kenias, një shtet afrikan të cilin e bindi kreu i AKR-s dhe ish presidenti Begjet Pacoli. Një ditë pasi presidenti i Kenias nënshkroi letrat për njohjen e pavarësisë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kenias, pati zbarkuar ambasadorja Serbisë për të protestuar. Kjo gjë është kritikuar hapur nga ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë, duke thënë se është shkelje e marrëveshjes së Brukselit e arritur në vitin 2023. Ndërkohë nga Brukseli zyrtar kanë thënë se janë në dieni për veprimet e Serbisë, por nuk kanë patur ndonjë qendrim kritik.